Nëse po e shikon këtë tani, ndalo, mos vazhdo me njerë, merr një frym thellë dhe dëgjo me kujdes, sepse kjo nuk është një video e zakonshme, kjo është një thirrje. Zoti po përpiqet të të arrijë dhe nuk është hera e parë. Ai të ka dërguar shenja, në heshtje, në ëndra, në mendimet që nuk të lënë rehat. Por këtë herë është ndryshe, sepse nëse e ignoron këtë mesazh sot, mund të humbasësh një moment që nuk do të kthehet më. Diçka po ndryshon në jetën tënde, tani, dhe nëse qëndron deri në fund, do të kuptosh pse. Nëse po e shikon këtë tani, ndalo për një moment. Nuk është rastësi që kjo video ka arritur tek ti pikërisht sot. Ka diçka që po lëviz në jetën tënde, edhe pse ti ende nuk e sheh qartë. Ndoshta ndihesh i lodhur, i humbur, apo sikur po pret diçka që nuk po vjen kurrë. Por e vërteta është kjo. Nuk ke qenë kurrë vetëm. Ka një prani që të ka ndjekur në heshtje. Në momentet kur askush nuk të kuptonte, në netët kur sytë tu mbusheshin me lot pa arsye, në ato çaste kur zemra jote kërkonte një përgjigje. Dhe sot, ajo prani po përpiqet të të zgjojë. Zoti nuk harron. Ai nuk vonon pa arsye. Ai përgatit. Dhe ajo që po ndjen tani është pjesë e një procesi më të madh. Një ndryshim që fillon brenda teje, para se të shfaqet jashtë. Mos e shpërfill këtë ndjesi, sepse kjo mund të jetë fillimi i diçkaje që do të ndryshojë gjithçka. Ka momente në jetë kur gjithçka duket e heshtur, sikur qielli nuk po përgjigjet. Ti lutesh, pret, shpreson, por përgjigja nuk vjen ashtu siç e mendon. Dhe pikërisht aty fillon prova më e madhe, besimi në heshtje. Ndoshta ke menduar se Zoti të ka harruar, se të tjerët po ecin përpara ndërsa ti mbetesh në të njëjtin vend. Por ajo që nuk sheh është se ndërsa ti pret, diçka po ndërtohet për ty. Në botën shpirtërore, koha nuk funksionon si këtu. Ajo që duket si vonesë, shpesh është përgatitje, sepse ajo që po vjen nuk është e zakonshme. Është diçka që kërkon kohë, forcë dhe shpirt të gatshëm. Dhe ti je duke u përgatitur pa e kuptuar. Ka shenja që nuk janë të dukshme për syt, por ndihen thellë në shpirt. Një ndjenje pa pritur që diçka do të ndryshojë, një mendim që rikthehet vazhdimisht, një shtyse brendshme që nuk të lë të qetë. Këto nuk janë rastësi. Janë mënyra se si Zoti komunikon kur ti nuk e dëgjon më zërin e jashtëm. Ai flet përmes ndjenjave, përmes intuitës, përmes një paqeje që vjen papritur në mes të kaosit. Nëse kohët e fundit ke ndjer një lloj afërsie me diçka më të madhe, një ndjenjë që nuk je më i njëjti person, atëherë kjo është një shenjë, sepse ndryshimi nuk fillon jashtë, ai fillon brenda. Shenja e parë është kjo. Ndjen një shkëputje nga ajo që dikur të mbante. Gjëra që dikur kishin rëndësi, tani duken bosh. Biseda, vende, njerëz nuk të japin më të njëjtën ndjenjë. Dhe kjo të frikson. Por nuk është humbje, është transformim. Zoti ndonjëherë largon atë që nuk është më pjesë e rrugës tënde, për të krijuar hapësirë për atë që po vjen. Dhe kjo fazë është e vështirë, sepse ndihesh midis dy botëve, por është pikërisht aty ku ndodh ndryshimi i vërtet. Shenja e dytë. Fillon të kërkosh qetësi më shumë se zhurmë. Vendet e mbushura, zërat e lartë, nuk të tërheqin më si më parë. Ti fillon të kërkosh heshtje, sepse në heshtje dëgjohet e vërteta. Edhe aty, në ato momente të qeta, fillon të ndjesh një prani, një paqe që nuk varet nga asgjë jashtë teje. Është një paqe që nuk mund ta shpjegosh, por që të mbush brenda. Kjo është një nga shenjat më të forta që Zoti është afër. Shenja e tretë. Fillon të kuptosh dhimbje ndryshe. Ajo që dikur të thyente, tani të mëson. Fillon të shohësh kuptim aty ku më parë kishte vetëm vuajtje. Dhe kjo është një ndryshim i madh. Sepse kur fillon të kuptosh arsyeën e dhimbjes, ajo humbet fuqinë mbi ty. Zoti nuk të ka lënduar për të shkatruar, ai të ka formuar. Shenja e katërt. Ndjen se diçka po afrohet. Nuk e sheh, por e ndjen, si një ndryshim në ajër,
si një derë që është gati të hapet. Kjo ndjenjë nuk është iluzion, është paralajmërim. Shenja e 5. Fillon të largohesh nga ajo që të dëmton, edhe nëse është e vështirë, edhe nëse dhemb, sepse brenda teje diçka është zgjuar. Të gjitha këto shenja nuk janë të rastësishme. Ato janë pjesë e një thirrjeje, një thirrje që shumë e ndjejnë, por pak e ndjekin. Dhe sot ti je përballë një zgjedhjeje. Nëse ke arritur deri këtu, atëherë kjo nuk ishte thjesht një video për ty, ishte një mesazh. Zoti po të thërret. Dhe tani, gjithçka varet nga ajo që do të bësh më pas.